Inertët dhe mbetit e shumta që mbuluan shtratin e lumit të qytetit në Pogradec si pasojë e rreshjeve intensive dhe motit të keq gjatë muajit janar, janë larguar plotësisht ditën e njëjtë. Aksioni pastrimit u finalizua pas disa ditë pune intensive duke rikthyer shtratin e lumit në gjendjen e mëparshme dhe duke eliminuar rrezikun e përmbytjeve të mëtejshme. Përveç pastrimit të shtratit të lumit, ndërhyrje u kryen edhe në një pjesë të liçenit të Ohrit, konkretisht në zonën e njohur si plazhi i vjetër i Uçkave, ku grumbulluan sasi të konsiderueshme inertesh dhe mbetje bimore të sjella nga rrjedhat ujore. Sipas autoriteteve vendore, kjo situatë u shkaktua jo vetëm nga kushtet e pafavorshme atmosferike, por edhe nga ndotja e vazhdueshme e lumenjve që shpeshherë shërbejnë si pika grumbullimi për mbetje të hedhura në mënyrë të pakontrolluar nga banorët. Pas përfundimit të pastrimit të plot, autoritetet u bën thirrje qytetarëve që të tregojnë më shumë përgjegjësi dhe ndërgjegjësim në mbajtjen pastër të shtratit të lumit dhe zonave përreth, duke theksuar se vetëm përmes bashkëpunimit të komunitetit mund të shmangen situata të ngjashme për mbytje në të ardhmen. Pastrimi i lumenjve dhe zonave breg ligjënore mbretet një domosdoshmëri për mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë e banorëve, ndërsa institucionet vendore shprehen se do të vijojnë motivimin dhe ndërhyrjet periodike për parandalimin e problematikave të ngjashme.